Varrosja e bashkive në zonat rurale që kërkon të bëj Edi Rama pseudo-reformat e një njeriu sociopat dhe roli i banorëve të zonave rurale dhe roli i deputetëve. Çdo thot të varrosësh një herë mirë zonat rurale, mbasi për 35 vjet ja bën varrin fshatit. Po varros, po shkrin edhe bashkitë zonave rurale, pra e kishte të rendisur, i kishte shkatruar zonat rurale. Tani po i varros për së gjalli ky sociopat. Dhe ka reagim qytetar, ka reagim edhe nga deputet, të cilët nuk janë dakord dhe kanë dalë kundra, por ky pseudo vendim, kjo reform, ku është parlamenti, a jeni deputet të popullit. Pra në qoftë se ky është sociopat, pra nuk ka empati si njeri, ose ky zotëri ka një agent, pra ndryshe flet para 2013-s dhe ndryshe flet mbasi vjen në pushtet. Pra drekon që ky ka një agendë, luan rolin e shpopullimit dhe të shkatrimit të Shqipërisë. Ju deputet të Shqipërisë, pra ky është tradhtari i hapur dhe ju ka vënë në rresht. A juve do jeni në një kategori, do jeni tradhtar të hapur, do i bëni varin, do i fusni të varrosi për zgjalli, pra bashkitë dhe shqiptarët e zonave rurale. Pra nëse juve vazhdoni të mos reagoni si deputet masivisht, dhe nëse juve e mbështesni këtë, pra nëse Edi Rama është pra tashmë prej vitesh për mua ka qenë armik i shpallur i Shqipërisë dhe shqiptarëve. Tani e kuptuat juve, tani po ngriheni. Pra kur ju thoja unë, ja thoj se thën ti e bën për pushtet. Si e bën pushtet as me PD, as me PS, pra kundra. Vetëm për dinjitetin e shqiptarëve. Dhe ky varr i hapur, ju deputet do pranoni, pra në qoftë se nuk reagoni, atë që meriton çdo tradhtar, pra qoftë Edi Rama, atë do të meritoni dhe juve. Pra rrugën gjithsecili e ka të zgjedhur. Për mua Adeu është Mëmdheu dhe Adeu. Pra familja dhe Adeu janë dy gjërat më të shtrenjta për një njeri. Juve, në qoftë se nuk jeni lartësinë e kësaj motoje, largohuni. Në qoftë se nuk largoheni, pra në qoftë se ju nuk e kuptoni që jeni përfaqësues, po në qoftë se duhet jeni pushtues, abuzues, atëre në qoftë se zgjidhni, o do jeni kategorinë e Edi Ramës, ose do fitoni pavarësi dhe do bëheni shqiptar. Pra o do jeni zuzar ose shqiptar. Edi Rama e ka pre biletën. Pra e ka ndarë mendjen. Kështu që ndani dhe juve mendjen, ta dim edhe ne shqiptarët që e duam Shqipërinë, ai sa duam familjen, ose dy gjëra më shtrenjtë një njeriu mund të jenë familja dhe Adeu. Pra nëse juve sakrifikoni, talleni për interesa personale dhe për interesa ose për agjendat e Edi Ramës, pra agjendat e Edi Ramës të shkojë atje ku e kanë sill aty si leshko. Juve dilni zot dhe reagoni në moment. Nëse nuk reagoni, atëherë vdekja e zonave rurale është e pashmangshme dhe ju po firmosni, po vulosni varrin e hapur të Shqipërisë dhe shqiptarëve. Tani zgjidhni dhe merrni. Koha është për juve, deputet të Kuvendit të Shqipërisë, reagoni dhe zgjidhni me popullin apo me tiranin dhe me agjendat e huaja kundra shqiptarëve. Ju përshëndes shqiptar.